faleminderit deputetëve të legislaturës së shkuar këtu në Tiranë, që nuk janë aktualisht deputet, por që janë sot të pranishëm, ndërkohë që në takimin tjetër do duhet që të ftojmë edhe të gjithë deputetët e qarqeve të tjera me banim këtu në Tiranë. Pas 7 muajsh pa një kryetar bashkie të votuar në krye detyrës, dhe po ashtu pa një kryetar bashkie të dënuar nga drejtësia lidhur me detyrën, u detyruam të ndërmarrim një hap të debatueshëm në raport me Erion Veliajin, por të detyrueshëm në raport me fatin e kryeqytetit të Shqipërisë. Këshilli Bashkiak miratoi dje shkarkimin e kryetarit në mungesë prej 7 muajsh për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja dhe rindezjes me orë të plota të makinerisë së Bashkisë Tiranës. Janë thënë dhe janë llomotitur shumë gjëra lidhur me këtë hap, por nuk ja vlen të merremi as me ata të cilëve u ka rënë diella në kokë, as me ata të cilët e quajnë diktaturë kur shumica parlamentare detyrohet të kalojë në votimin e programit pasi i ndalohet t'ia paraqis programin kuvendit me metodat famkëqia të rrylave të fytit edhe të brylave në sallën e kuvendit, dhe as me ata që 3 herë rresht nuk e mundën dot Erionin me luftën e tyre patologjike, me kandidaturat e tyre politike dhe me karikaturat e tyre mediatike.